Po ku I dihet se ringjallet? Pra ka e morët vesht ju? Ne besojmë se këtë univers e ka krijuar një Zot. Dhe ky Zoti I cili na ka krijuar herën e parë, është tepër e lehtë që edhe të na ringjall. Zoti I gjithësisë na tregon në Kur'an se ka për të na ringjall. Dhe Zoti I gjithësisë nuk thot vetëm se të vërtetën, nuk gënjen Zoti I gjithësisë. Allahu I lartësuar ka krijuar krijesa më të mëdha se ne. Malet, qiejt janë krijesa më të mëdha se njeriu. Për Zotin E gjithësisë është tepër e lehtë që ti thot diçka e bëhet dhe ajo bëhet. Nuk ka diçka të vështirë për Allahun E lartësuar. Zoti I gjithësisë na tregon në Kur'an shembuj të shumtë për ringjalljen. Medito pak në reshjet e shiut, që bien mbi një tokë të vdekur, prej saj dalin bimë të gjalla. Ashtu pra, do të na ringjallë edhe ne. Zoti I gjithësisë I thot diçka e bëhu dhe ajo bëhet. Mos me pas ringjallje, I bi bëhet një padrejtësi e madhe. Sepse sa njerëz në këtë dynja kanë vrarë, kanë mashtru, kanë marrë pasuritë e tjerëve, kanë bërë padrejtësi të shumta. Si mendon ti se I shpëtojnë drejtësisë? Jo, as pak. Patjetër që do të ketë ditën e gjykimit drejtësi absolute, ku çdo njeri do të marrë drejtat e tij. Çdo njeri do të marrë atë çfarë ka vepruar në këtë dynja. Patjetër që ka ditë ringjallje. Prandaj është e udhës që të përgatitemi për atë ditë. Pra ditën e ringjalljes na ka tregu I Madhi Zot në Kur'an. Na kanë tregu pejgamberët e tij. Kështu që me besu Allahun E lartësuar, me adhuru atë, me bë punë të mira, në mënyrë që dita e gjykimit të jetë e lehtë për secilin prej nesh.